ati si person, si individ. Ai është sipërmarrës, ka biznesin e tij privat. Ne si dhomë amerikane jemi një përmbledhje e biznesit privat, edhe mund të jemi vullnetar si kryetari i dhomës ose antar të bordit, por vazhdojmë me bizneset ton privat, siç e bëra edhe unë kur isha unë kryetari. Kështu që nuk do të thotë që nëse një nga bordit ka një propozim që vjen nga dhoma as nga qeveria amerikane. Por prapë, unë e pash letrën, e pash që ishte dërguar në mënyrë private, direkt të kryeministri dhe të qeveria. Edhe për mua ishte shumë arsyeshëm që nëse kemi mundësi për të bërë një port më të madh dhe më të mirë, pse të mos shqyrojmë të rishikojmë situatën. Nëse ka edhe dyshim që ndoshta edhe rusët janë mbrapa disa nga investitorët, këta është edhe një shqetësim tjetër. Por për mua ishte tepër më normal për Grantin të bëj këtë propozim, bile ndoshta ai nuk ishte parashikuar që do dalë në publik. Qeveria mund të reagojë siç do, në fundi shqiptarët që duhet të vendosin për këtë, edhe ata mund të kishin vendosur pro ose kundër. Unë e pash ose kam dëgjuar që tenderi që ekziston ka dështuar sepse ata që kanë fituar nuk kanë përmbushur kushtet për të ofruar të dhënat financiare ose kishin një afat kohore që nuk kanë përmbush. Ata që kanë parë direkt nga kryeministri kur ai ishte në mbledhjen e partisë së tij, ai tha që ne do vazhdojmë me projektin siç e kemi, do vazhdojmë edhe nuk do jemi sabatuar, nuk do dëgjojmë ata që kanë mendime të tjera, nuk do dëgjojmë ata që mund të jenë xheloz. Edhe është drejtë e tij të bëj këtë. Normalisht këtë bëhet mbrapstë, por okay, bëri në publik. Por ditën e nesërme ishte pezulluar situata atje. Kështu që ndoshta është edhe situata që ata nuk kishin përmbushur kushtet edhe thjesht këta mund të jetë një arsye dhe pikë. Por nëse kishte dyshim më tepër për kush janë mbrapa ata investitorët, ose kishin ndonjë ndryshim tepër sepse ne e dim tani që Partia Socialiste, sidomos ishte nën kryeministri, është nën presion nga brenda dhe jashtë për ata situatët që ka. Ndoshta këta është diçka që shton pikpyetje për veprimet kanë bërë ose kanë ndodhur. Ju tha që letra kishte më shumë karakter individual, sepse është vetë biznesmen, kryetari i dhomës së tregtisë pra amerikane në Tiranë. Por në fakt premtimet e tij nuk kishin karakter individual, sepse pas ai, domethënë, fliste në letër që porti mund të bëhet më i madh me investime, ku mund të fshihet qeveria amerikane, turke, hollandeze, italiane. Pra, nuk është se besoj fliste në emër të vetin në këtë premtim për të ardhmen, për zgjerimin e portit dhe për investimet. Për mua, ai folli si një Amerikan, domethënë, është vërtet që mund të bëhet më madh, ndoshta është vërtet që mund të përfshijë më shumë antarët e NATO-s ose standardet e NATO-s ose të ngrim kapacitetin për gazin për LNG. Këtë është tepër normal, është brenda kontekstin e më paktën nga synimin e evropianët edhe standardet të tjerë që kam parë që janë publikuar. Edhe është brenda agjendën e Shtëpinë e Bardhë nën presidentit Trump. Kështu që këtë është diçka që është publik dhe kuptohet që ai mund të kishte referuar ose nën kuptuar këta gjëra që janë fakte dhe janë publik në propozimet e tij, por teknikisht ishte një propozim nga një sipërmarrës privat. Kuptohet që nëse nuk e di, unë e njoh Grant shumë mirë edhe mbështes projektin, por nuk jam përfshirë atje drejt për drejt. Nuk e di nëse ambasada kishin ndonjë mendim ose jo, por në fundit ai ka të drejtë për të bërë propozimin e tij direkt privatizisht te qeveria edhe punë të tjera që si do reagojnë. Në media është folur për një sabotim të mundshëm, por edhe krahasimi gjithmonë bëhet me portin e Pireut dhe Selanikut. Pra, i bie rrjedhimisht
në thojza, nëse mund të themi armiq janë ata që ndoshta nuk e duan zërimin e portit, apo gabojnë? Po, kuptohet që ata që janë konkurrencë janë ata portet që janë më të afër. Kështu që ka ndonjë incentiv pervers nëse ata që mbizotrojnë portin që mund të jetë konkurrent janë përfshirë drejt për drejt ose në një mënyrë jo direkt në portin e Shqipërisë, sepse kanë interes të tyre të mos zhvillojnë as portin, edhe nëse nuk zhvillohet portin, nuk do zhvillohet Shqipëria, edhe do ketë ndikim në Kosovë, sepse portin e Durrësit do takojë edhe lidhjet në Kosovë. Kështu që sa më mirë, sa më madh, sa më shumë lidhjet që mund të kemi me standardet të BE-s, për mua është më mirë, sepse tani ne po fusim tavanin në ekonomi. Nëse kemi një port të vogël, do thotë që ekonomia është kufizuar në një farë mënyrë, me ata pjesë të ekonomisë që është lidhur me importit ose eksportit. Kështu që këta është diçka që ka efekt dhe do ketë efekt, siç ishte përmendur nga Granti, që mund të ketë efekt për një shekull. Kështu që është mirë të shikojmë mundësie edhe gjithë mundësi që mund të bëjmë. Nëse ka dyshim për interese të tjerave që janë përfshirë, ndoshta ishte mirë që ishte pezulluar, por me sa që pash unë, ata nuk ishin plotësuar kushtet, kështu që nuk janë në dieni tamam. Edhe kjo është një dilemë vetes, edhe ministri ishte pak kontradiktor aty. Por nëse do merret parasysh plani amerikan, si e parashikoni ju që mund ndryshojë harta e Ballkanit? Me portin e Durrësit të bërë ashtu sikur kërkohet pra nga kryetari i dhomës së tregtisë në Tiranë, tek letra që ai kishte shkruar. Por nuk jam ekspert në këtë fushë. Unë besoj që nga ekonomia e që Durrësi mund bëhet epiqendra duke parakaluar Pireun dhe Selanikun, pra për gjithë Ballkanin. Për gjithë Ballkanin besoj që mundet, sepse gjeografikisht jemi më të afër nga ata, por duhet lidhur edhe me një zhvillimin e hekurudhës, duhet lidhje me disa zhvillime të tjera. Besoj që vetëm porti është një hap në zinxhirin e rritjes së ekonomisë. Për momentin jemi shumë mbrapa në Greqi, këta kuptohet. Edhe mund të jemi edhe më mbrapa Kroacia dhe Mallzi, por ne kemi një shans tani të kapërcejmë